Përshëndetje të dashur nxënës. Unë jam mësuesja Qamile Elezi nga shkolla Sande Shterioski që gjendet në qytetin e Kërçovës. Sot, bashkë me mua, do të zhvillojmë një orë mësimore nga lënda e shkencave natyrore me temë Eshtrat te trupi i njeriut. Kur shikohemi në pasqyrë, e vërejmë pamjen tonë të jashtme. Shohim sytë, hundën, gojën, duart e këmbët. Përvallë, çfarë ka në brendësinë tonë? Kur shkruajmë, ne lëvizim dorën. Çka është ajo që e mundëson lëvizjen e dorës? Nëse me dorën e gjajtë prekim dorën e majtë, do të ndiejmë një pjesë të fortë, që nuk e shohim, por e dim se ekziston në lëkurën tonë. A e keni menduar vallë se çfarë ka brenda nesh? Çka e mundëson lëvizjen e dorës kur jemi duke shkruar? Pa ajo pjesa e fortë që e ndjejmë gjatë të prekurit. Vallë, çfarë mund të jetë? Përgjigjja e gjithë këtyre pyetjeve është një fjalë e vetme. Fjala eshtër. Eshtrat, si një sistem, ndërtojnë skeletin e njeriut. Eshtrat janë materie organike, ndërtohen prej indit eshtëror në hapësirat mes qelizave eshtërore. Skeleti është i përbërë prej eshtrave, të cilat janë mjaft të forta dhe kanë ngjyrë të bardhë, të cilat lidhen me njëra tjetrën me anë të kyçeve. Skeleti është kornizë e trupit, i cili ua jep formën njerëzve dhe kafshëve. Është i përbërë prej 206 eshtrave. Skeleti shërben që ta mbajmë dhe ta mbrojmë trupin tonë. Funksionet e skeletit: e mban trupin drejt, na mundëson të lëvizim, i mbron organet e brendshme. Në fotografi vërejmë fëmijën që na paraqet një sistem skeletor. Ky sistem skeletor ndodhet brenda nesh dhe fal këtij sistemi skeletor ne mund të bëjmë gjithçka. Mund të vrapojmë, të luajmë, të ecim, të notojmë dhe shumë aktivitete të tjera. Llojet e eshtrave. Ekzistojnë këto lloje të eshtrave: eshtrat e sheshta, eshtrat e shkurtra, eshtrat e gjata dhe eshtrat e çrregullta. Ndarja e skeletit. Në anën e majtë të ekranit, nxënës të dashur, kemi paraqitur sistemin skeletor të njeriu. Ne do të bëjmë ndarjen duke filluar nga koka deri te gështërinjtë e këmbëve. Koka paraqet ashtin e kafkës, pastaj boshti kurrizor, kafazi i krahërorit, legjeni dhe ekstremitetet. Kafka është skeleti i kokës dhe është tërësia e kockave të kokës që e rrethojnë dhe e mbrojnë trurin. Boshti kurrizor përbëhet prej 33 deri në 34 unaza. Mbron palcën kurrizore, mundëson të qëndrojmë drejt dhe të ulemi. Emërtimi i unazave varet nga vendi se ku ndodhen ato. Kemi 7 unaza të qafës, 12 të brimëve, 5 të belit, 5 unazat ijore,
4 deri në 5 unaza të ashtit kërbishtor. Kafasi i krahërorit. Kafasi i krahërorit përbëhet nga 12 palë brinjë të lidhura me dërrasën e krahërorit. Pjesa e përmarrme që e shikoni është dërrasa e krahërorit. Kafasi i krahërorit na mbron organet vitale, siç janë mushkëritë e bardha dhe zemra. Legeni. Funksioni i legenit është që shërben për lidhjen e ekstremiteteve të poshtme dhe mbrojtjen e organeve që ndodhen në brendësinë e tij. Ekstremitetet i ndajmë në të epërme dhe të poshtme. Ekstremitetet e epërme janë ashti i lidhës, ashti i shpatullës, krahu, ashti i parakrahut dhe ashti i dorës. Ekstremitetet e poshtme, ashti i kofshës, kupa e gjurit, ashti i vogël dhe ashti i madh i nëngjurit dhe shputa e këmbës. Duhet të cekim si ashti më i madh në trupin ton është ashti i kofshës. Si të mbrojmë skeletin ton? Mbrojtja e skeletit ton është duke konsumuar ushqime të shëndetshme. Hani ushqime të pasura me kalcium, merrni vitamina dhe minerale, përqëndroheni tek frutat dhe merrni proteina, por nuk duhet t'i shmangim edhe aktivitetet fizike. Merruni me sport, futboll, basketboll, volejboll, not dhe ushtrime gjimnastikore. Përdorni hula hopin, kërcimin në thes dhe shumë ushtrime të tjera. Nxënës të dashur, që të kemi trup të shëndosh, ne duhet të përmbahemi disa rregullave. Të mos të vijë deri te dëmtimi i këtij sistemi, ne duhet të kujdesemi për të. Ka disa mënyra përveç ushqimit që e cekëm dhe aktiviteteve të ndryshme fizike, ne duhet të mbrojmë këtë sistem edhe në përditshmëri, si në shkollë, në shtëpi, gjatë fjetjes dhe gjatë tërë veprimeve të tjera që kryejmë brenda ditës. Nga fotografitë që vërejmë lart, është i paraqitur një fëmijë që na tregon rregullat gjatë këtyre aktiviteteve të përditshme. Në shkollë duhet të qëndrojmë drejt ulur që të mbrojmë trupin ton. Gjithashtu, mbajtja e çantës duhet të jetë e varur në të dy krahët. Të ekzistojë baraspesht në të dy anët, ushtrimet gjimnastikore dhe pushim në krevatin personal. Ndërsa në radhën e dytë, kemi të paraqitur gjithashtu një voglushe që fotografia e parë tregon qëndrimin të drejtë gjatë orës mësimore. Ndërsa te fotografia e dytë dhe e tretë, kemi qëndrim jo të mirë. Nëse fëmijë të dashur, ne u përqendrohemi rregullave të lartë përmendura, ne do të kemi trup të shëndosh dhe të drejtë. Mirë po, nëse kemi qëndrim jo të mirë gjatë gjithë ditës dhe aktiviteteve tjera, do filloj të kemi deformitete në trupin ton. Shpresoj se nga kjo orë mësimore, ju të dashur nxënës keni mësuar shumë për eshtrat në trupin tuaj. Si detyrë shtëpie, ju rekomandoj nga materiale të ndryshme të ndërtoni skeletin e trupit të njeriut. Mirëmbëjtje dhe kaloni sa më bukur.